I pari që duhet largohen nga ata janë 12 përfaqësuesi. Te kjo doja të pyesja, sepse ndryshe nga 2017 apo 2021 që në 2021 kishte më shumë zëra kundër për Bashën për të dorëhequr qytetnesme, në këtë rast duket sikur I ka vendosur gjumë Berisha, pra nuk e di si ka arritur këtë. Pra, edhe nga antarësia për pos drejtuesve kupolës partisë. Ose ndoshta nuk e kuptoj unë, por duket sikur ka një, nuk e di. Ju thatë që ka pas zëra më tepër ke Basha. Po, te Basha. Pas humbjes zgjedhjeve. Nuk ka pasur. Realisht nuk ka pasur. I vetmi njeri që kam kërkuar dorëheqjen e Bashës në mënyrë lineare, pra që nga 2015 dhe deri në fund kam qenë vetëm unë. Dhe unë kur I kam kërkuar Bashës dorëheqjen, sa herë kam kërkuar qeri, unë jam qyt në thonjza themi, armiku apo qef mbetësi apo ky apo ai. Dhe në Bashës pastaj u kërku, sepse mos harrojmë në korrik, Basha u rizgjot me votë plebiscitare në Partinë Demokratike, sepse ditën e votimit, kur bën rizgjedhja Bashës si kryetari, I cili nuk ishte as kandidat, konkurrent, por atë ditë çuditërisht Berisha piu kafe me Bashën te kafeja e partisë. Dhe gjithë media dhanë Bashën me Berishën duke pi kafe. Në atë moment automatikisht të gjithë demokratët, antarësia do shkote dhe do votote Bashën. Dhe unë jo pa qëllim në atë kohë të katër kandidatëve të tjerë ju kam thënë tërhiquni nga garë, sepse është garë që nuk është garë dhe mos e legjitimoni. Dhe kundërshtimi I këtyre ka dalë pas datës 9, 9 shtator, kur Basha doli me një vendim të tij personal për largimin e Berishës nga grupi parlamentar. Ky ishte, pastaj fillon, pra kur këta kanë një problem të madh tek partia. Nëse ka një gjë, nëse nuk e thot Berisha, këta nuk e thon kurrë. Këtë ja kam thënë të gjitha, Pra, s'ka njëri që mendon thjesht riprollon. Vetëm riprollon. Edhe po ti shohësh për shembull, nëse do marrim këto bandat kriminale që flasin sot, nëse do të dëgjosh me vëmendje nëpër studio, të gjithë masi përmendin emrat e bandave ose para se të përmendin emrat e bandave thon I ka denoncuar Berisha. Nuk dalin thot vetë për shembull që ore kjo kështu, por thon e ka denoncuar Berisha. Pra I vjen një paraprit tu edhe për tregu servilizmin e tyre, por nga ana tjetër tregojnë edhe paaftësinë e tyre dhe mosguximin për të thënë ato të vërtetë, nëse është e vërtetë. Por gjithmonë fshihen pas Berishës në çdo fjalë, në çdo fjalim, në çdo studio që dalin, në çdo gjë që dalin. Dhe këtu është fryma e Berishës që ka futur dhe patjetër ai ka vënë këtë frymë sepse ka 35 vjet në atë parti, është president, ka qenë kryeminist, ka qenë kryetari I opozitës, vazhdon të jetë kryetari I opozitës dhe nuk ka konkurrencë. Kush do t'ja kërkojë dorëheqjen Berishës? Kush do t'ja kërkojë? Të gjithë këta, të 9 këta, të 12 janë humbës. Po ndoshta me qëllime çoj edhe Bardhi në Fier, sepse e dinte çfarë priste. Jo, dëgjoj, ta ketë çu Bardhin me atë qëllim, atëherë I bie që të ketë një marrëveshje. Jo, e dinte që do përfundonte në këtë mënyrë Bardhi për Ballukut, e s'kishte gojë çat fliste më. Po, dëgjoj, asnjë nga këta nuk ka gojë çat flasi para Berishës, unë kam thënë para Berishës arrin gjithë gatitur. Po, dëgjoj, po të Koçi, ju duke njohur zotin Berisha, çfarë prisni që të bëjë një lëvizje në ver ose shtator? Unë I kam kërkuar në radhë parë, thash, nëse kërkohet që të largohet Berisha, unë nuk do kërkoja largimin e Berishës, por do kërkoja 12-ën e parë herë të këtyre, të largonte Berisha këta, të shkarkonte gjithë kryesinë e Partisë Demokratike dhe të fillote vërtet, nëse donte, një themelim të PD-s, të asaj partie, por në funksionin e të djathës konservatore. Atë që nisi në foltore, mos harrojmë, kur ka nisë foltoren Berisha, unë kam qenë në foltoren e parë të tij, unë kam qenë dhe kam dëgjuar me vëmendje. Ai ka thënë do ngrem partinë e të djathës konservatore. Dhe mas këtij takimi
Unë kam dalë në media dhe kam thënë, e kam deklaruar, nëse Berisha do bëj këtë që thot, Berisha do ngelet. Nëse nuk do ta bëj, do përfundoj keq. Dhe realisht, në atë kohë ai mori dhe dikë nga Amerika e prezantoi si konservatore, e më thash. Evi Kovakari në fjalën. Dhe sot, çfarë ndodhi? Ndodhi që Partia Demokratike është partia e qendrës. Është deklaruar tashmë që është partia e qendrës. Pra ka humb të gjithë, unë jo pa qëllim pa ta thënë që ju keni humb ideologjinë e partisë. Po të humbësh ideologjinë e partisë, domethënë është shumë e rëndë për një parti politike shumë e rëndë. Dhe këta nuk po kuptojnë akoma nuk po e kuptojnë që qendra është më e prirur të shkojë majtas se sa djathtas. Dhe po ti vesh re, edhe në rezolutën që bën internacionale e qendrës djathtë, e qendrës politike në takimet që u bën, që bëri Berisha. Po internacionalet nuk të sjellin nuk të sjellin në pushtet, sepse e djathtë sot në Europë kërkohet e djathta. Duan apo s'duan këta. Pra fryma që solli Trump, nuk e shoh Trumpin, nuk e kam parë kurrë si figurë individuale. E kam parë gjithmonë si frymë. Pra, solli një frymë tjetër, frymën konservatore. Por ajo që mungon në Shqipëri, Poloni fitun prapë e djathta konservatore, në Bullgari e djathta konservatore, Rumani po ashtu. Në Francë ka një hop të madh, në Gjermani që është forca e dytë. Që themi që është boshti i politikës europiane, është prapë janë konservatorë që ligjërojnë sot, ose Le Pen në Francë. Mirë, po çfarë ndodh? Këtu nuk kanë, domethënë deputetët këtu kanë ne zgjedhen thjesht për i vend punë, zgjedhen me marrë rrogë, me marrë një ofiç gjë. Nuk janë politikanë të cilët të bëjnë, sepse duhet të hedhësh alternativën, duhet të japësh rrugën e zgjedhjes. Nuk është vetëm konstatimi. Humbi zgjedhjet. Po pse i humb? Tash po dolëm, vazhdojmë me teorinë. Na vodhi votën, kjo nuk është më, nuk quhet politikë. Votën mund ta vjedhë një herë, unë pa ta bërë një shkrim dhe thash, kur Trumpi i vodhën votën, apo jam manipuluar, ne i doli tham, më manipuluan, bën votën tjera, por në fund fare kur u rikthye, ai doli me një fitore plebiscitare. Ai nuk kishte më. Kur ajo të thoshte që më vodhën votën, nëse do humbte, ai nuk mund dilte të thoshte më vodhën votën. Se një herë është ajo. Herës tjetër duhet marrësh masa. Po çfarë ndodh tani? Jo pa qëllimi u pa ta thënë që Rama ka krijuar një makineri shtetërore, shtypse, komanduese, vjedhse, të gjitha të zezat. Ka krijuar një diktaturë. Ndoshta edhe pa Ramën prap do fitoj Partia Socialiste në këtë mënyrë që e ka ndërtuar. Jo, ka ndërtuar diktaturën, ka ndërtuar atë që këta kanë frikë ta thonë mafia në shtet. Nuk është narkoshtet, ky është mafia shtet. Kështu e ka ndërtuar. Dhe diktaturat kështu ndërtohen. Dhe jo pa qëllim kam thënë që në 2016 kur këta zotrit ngritën kartonin, këta kanë ngritur kartonin më zotrit. Janë fajtorë se kanë ngritur kartonin. Dhe kur kanë ngritur kartonin, unë kam dalë në media, qoftë të shkruar, qoftë vizive dhe ju kam thënë faleminderit që na vendosit diktaturën. Është viti 2016. Nuk është sot. Sepse vetë sistemi parlamentar pjell diktatura. Në Shqipëri ne kemi provu. Unë jo më kot ju kam thënë, fillimisht pranoni që ka rënë sistemi, ky sistem ka rënë. Dhe hajde bëjmë sistem tjetër, si? O gjysmë presidencial ose presidencial, ta zgjidhim. Bëhet një kushtetutë tjetër. Por këta nuk, domethënë këta edhe kur vinë në pushtet, supozojmë, marrim shembullin, në 98 kur aprovu kushtetuta, nëse ju kujtohet, unë kam dalë atëherë me një propozim ta bojkotojmë kushtetutën se është antikombëtare dhe u pranua, u bët, Berisha doli pastaj si opsionin e vet, s'ka rëndësi, dhe por opozita nuk mori pjesë në votim. Me ardhi në pushtet në 2005 nuk u bë asnjë hap për të ndryshuar sistemin. Por ç'a ndodhi? Vetëm filluam marrënime. Derisa arritëm në 2016 pastaj arritëm të ndryshojmë 58 nënët të kushtetutës,
Dhe vendosëm një diktaturë. Pse? Po vendosëm sepse ne jemi i vetmi vend në të gjithë botën. Nuk po them në Europë, as në Ballkan, po në gjithë botën. Që ne e kemi të sankcionuar Sorosin në kushtetut. Këta që flasin kundër Sorosit kanë votuar. E kanë votuar vetë. Nuk e kanë votuar as ti as njëri. Dhe sa ka pyet njëri. Unë kam qenë në luftë hapur për këtë. Se jam i vetmi që kam luftuar me mishë me shpirt për këtë lloj reforme. Dhe kam thënë, jeni të dështuar dhe sot dalim po këta që kanë votuar, po këta që kanë bërë. Pse? Sepse janë politikanë. Ta bëjmë vetëm pazar. Tani ankohen për kodin. Po mi dakord. Këtë kodin kush e bëri? Bylykbashi. A boni Bylykbashi? Prap, opozita e bëri kodin. Bylykbashi s'di gjë, se Bylykbashi çaj thonë ashtu po. Po ran dakord. Atëherë si ran dakord? A dhe sot ankohesh për këtë kod që ti e ke bërë? Në momentin e parë që këta kërkuan votën e refugjatëve, unë thash jo. Pse? S'keni mundësi as ta kontrolloni, as ta kontaktoni, as ta bëni. Ju s'keni asgjë në dorë. Dhe pse duhet kjo votë? Erdhi puna ata e kërkuan me të madhe dhe sot ankohen prapë për votën e emigrantëve, Tashti, sepse të hedhësh fajin këtë tjetri është shumë e thjeshtë. Ta pranosh fajin vetë është shumë e vështirë. Mirë, po këta nuk e pranojnë vetë. Këta mbyllen, të gjithë janë mbyllur pas Berishës dhe të gjithë këta nuk e kanë kurajon nuk kanë absolutisht. Asnjë nuk e ka kurajon për të dalë dhe për të thonë, ota unë jam drejtuesi, se edhe drejtimi i qarqeve kur është marrë, nuk është marrë me iniciativën e drejtuesve të qarqeve. Pra që unë e marr përsipër që do të drejtoj Durrësin, janë caktuar. Dhe Durrësin do marr 8 deputet. Më gjeni një të vetëm, të cilët kanë thënë që unë do marr kaq deputet në zonën time. Absolutisht, kaq mandat do nxjerr. Po këta kanë shku, qaj listave të mbyllur që u futën në listat e mbyllura, fletën gjumë shpi, fushat, qofse kanë e shqiptar që të ndali dhe të më thotë që unë e kam ndjerë fushatën si vjetë, si rrallë herë, nuk është ndjerë i herë fushatën. Mirë po, tashi, kur ti nisesh dhe e trumpeton gjatë gjithë kohës, Sorosin në fushat, kur ti trumpeton familjen e një, po si është mund me, që ditën që vje fushata, ti se përmendë asnjëherë. Ditën që vje fushata, ti nuk përmend njëherë familjen, nuk përmend njëherë LGBT-n, lufta kundër LGBT-s. Po na degjërojnë fëmijët. Po ne kishim Lasivitën që erdhi nga Amerika për të sjellë fitoren. Po dhe më lajt, një gjë. Lobimi që u bë $6 milion. Po le të bëj, jo 6, po 60.000 le të bëj më burr. Nuk e bën Lasivita. Përse u bën këto dyja? Pikërisht pra sepse dhe ardhe e Lasivitës. Nuk doli njëri me kundërshtu. Unë të paktën para se të vite Lasivita. E kam deklaruar dhe në vend tjetër, nuk është se për të deklaruar për të parë. Unë i kam dërguar një program fitues. Dhe thash ky është programi që fiton Partia Demokratike. E zotit Berisha. Nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Ideja ti ka pikpamjet e veta, unë kam të mia dhe i ka të vetat, nuk ka problem fare, unë nuk jam pjesë e strukturës atyre që duhet të jem aty, unë qa bëj private, të kuptohemi të re. I bëjmë mbi bazën e emrit tim, mbi kontributet që kam unë, edhe kam detyrë, ashtu siç bëra dhe para zgjedhjeve lokale. Se në zgjedhjet lokale jam i vetmi person që e kam bashku partinë, dhe në fund fare nuk deshën. E prishën. Kjo është realitet. Kjo është realitet. Unë arrita ta bëj. Nuk e deshën, pastaj mësun ashtu siç mësun. Por ardhe Lasivitës, ai mund të jetë brillant në Amerikë. Nuk kundërshtoj Lasivitën. Ai mund të jetë brillant në Amerikë, por është për mentalitetin e popullit amerikan. Nuk është për mentalitetin e popullit shqiptar. Ai nuk e njeh realitetin shqiptar. Realiteti shqiptar është totalisht ndryshe. Që të vesh në fushat me një person i cili nuk njeh asgjë këtu në Shqipëri, ajo është thjesht pastaj hajde ti të marrë në një që tregojmë ne që na do Amerika.
Po tash, na do Amerika po desh me të dashtë apo si që bëri në Poloni, që i dolin Trumpi i dolin në krah, presidentit polak që fitoi. Flasim realitet. Atëherë, kush ishte prononcimi i Amerikës për këtë? Po Lasivita në vend të tasaj bëri edhe dëmin tjetër, sepse kur ka dalë në emision, tha unë e kam private, tha nuk përfaqësoj shtetin amerikan. Mi po njerëzit dëgjojnë. Flasim ajo që është reale. Këtu tash po themi gjërat që janë konkrete. Jo ato çfarë do analizojmë, por ato që janë konkrete. Dhe në konkrete është kjo. Që ti merr një njeri, e sjell këtu, unë ju thash, mos e prezantoni se do vi puna do vi bumerang. Dhe realisht i ra bumerang. Çfarë përgjegjësi e mban Lasivita që nuk fitoi Partia Demokratike zgjedhjet? Lasivita është dukur, por tani PD-ja dhe Berisha po mbajnë masi fije bari tek një urim që ambasada e Shtetet e Bashkuara bën për zgjedhjet për popullin, jo për Ramën. Pra, a ka shpresë PD-ja më nga Amerika? Ç'a duhet pres andaj? Atëre, Amerika bëri si rrallë në 35 vjet nuk ka bërë ndonjëherë një urim të tillë. Hera parë që Amerika uron popullin shqiptar për pjesëmarrjen në zgjedhje, një e para, dhe për votimin që bën. Por kjo ishte një deklaratë e cila për mua, si shoh unë, është një deklaratë për të dy krahët. Nuk është vetëm për Ramën. Unë kështu e shoh. Që nuk është një deklaratë që godet vetëm Ramën. Se po të ishte deklaratë që ishte në krah të opozitës, minimalisht do thoshte urime popullit shqiptar dhe zgjedhjet të cilët u manipuluan apo u vënë, por populli që e gjen ata në mënyrë diplomatike ta thonë, domethënë. Por realisht nuk ka absolutisht asnjë lloj deklarate. Dhe unë e kam thënë, nëse Amerika nuk e certifikon zgjedhjet, këtu ka një problem të madh. Sepse të gjithë deputetët, se këta kapen gjithë tek emri Berishës. Dhe nuk shohin që të gjithë deputetët janë inexistent. Nuk kanë asgjë. Supozojmë marrë edhe pjesën e partive të cilët ishin koalicion. Pa ndonjë parti tjetër ju që të dalë dhe të tankohet për zgjedhjet e për absolutisht asgjë. Ju do thoni që ne nuk dim akoma emrat e 25 partive. Dakord, edhe kjo është. Por realisht asnjë nuk del. Asnjë nuk ka dalë, nuk shoh partitë të tjera të dalin edhe të tregojnë, edhe të denoncojnë zgjedhjet. Mirë, po denoncimi i zgjedhjeve është ajo lagë sot e rrua e mot. Që do të thotë që edhe Europa thotë do vim ne nga vera tjetër, e 2026 do vim ne për kontrollin e zgjedhjeve, etc. Qa vlerë ka? A do të certifikohen të zgjedhje? Kjo varet pastaj nga ato që... Se ju mendoni që akoma nuk janë certifikuar nga Shtetet e Bashkuara? Jo, në mënyrë absolute jo, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj radhe unë dyshoj shumë që po shohin të gjithë lëvizjet që po bëjnë këta, dhe dyshoj shumë që do të certifikojnë zgjedhjet e 2025, se dyshoj shumë në këtë, nga gjithë qëndrimet dhe politikat që po bëjnë, sepse mos harrojmë, nuk është vetëm një mesazh që ka sjellë Amerika, por ka sjellë 3 mesazhe ambasada amerikane. Dakor, por kur do jetë kjo, çfarë po pret Amerika? Po pret që me që u hap edhe një qarku Tiranës të rinumërohet, çfarë po pret? Jo, po pret spaku. Se kuptoj, ku? Po pret spaku, po pret arrestimet. Keni të bindur. Po pse një drejtor ose një ministër do vendos? Nuk diskutojmë për një ministër. Nuk diskutojmë për një ministër. Diskutojmë shumë më lart se sa një ministër. Për qenë më konkret, me ç'lidhje